Në Sopot, një fshat malor i Tropojës me rreth 320 banor, jeta mbetet e ashpër dhe e pasigurt. Fshati po plaket, shumica e banorëve janë të moshuar, ndërsa fëmijët dhe i të rinjt kanë marrë rrugën e emigrimit. 10 shtëpi kanë mbetur bosh, dëshmi e një shpopullimi që vit pas viti thellohet. Megjithatë, ka ende njerëz që rezistojnë. Bashkim Mustaj, 44 vjeç, është njëri prej tyre. E takojmë në arat e fshatit, teksa përgatit tokën për pranverën, duke nisur me plerimin. Shumë çka varet nga shirat e dimrit dhe bora, të cilët ndihmojnë tretjen e pleut të baktive dhe përgatitjen e tokës për mbjedhje. Këtu jam këto e plenos këtë livadin. E qesëm tash kur bin shirat e dimrit e tretë. Me plea? Me ple baktive. A shkoa mi het tash apo çysh? Na tregon pak. Tash është shkoa. Tash është shkoa, se vazhdojnë shirat e bora, ndoshta edhe borbin. Edhe e zan poshtë edhe e tretë. Edhe e merr toka. Është gati për në pranverë, për me dal bari më mirë. Që sa kohë bën çet puna, pa merr vazhdimisht me bujqësi? Po, unë jam fermer jam. Kam rreth 30 copa lop. Vaja të vogla jam fermer këtu. Kujdesna për ta. Kjo është toka jote, Po, këtu nga toka. E çaj miell këtu me çaj miell. Këtu e kena miellur dritë e kena miell, misër. Deri do kohë të fundit s'ka pas ujë për vaditje. Edhe kena lënë livash. I ndojmë ca flutra, kena ujë tonë aty me do flutra. E majmë ashtu, s'ka mundu. Edhe si vjet me miell me grura me misë çka? Se di, qofse del kanali, ai kanal këtu sipër, në qitë kjo. Qeveria si është ashtu i thonë, nësi këtë kanalin, do shta bëjmë diçka. A mungojnë kanalet vadice, ujtit, ka probleme? Se se man lopa? Po, lop. Tjetë qava? Vesh lop. Vesh lop. Për nevoja familjare? Për nevoja familjare, po. Si a jetesa këtu në fshata, a e vështira, qysh me qa merren banorët ta? Banorët vallaj merren, e vështira është jeta, mos me kanë emigrimi këtu është i dekun me. Emigrimi e malë salja. Sa unë ena, shkoj në Itali, këthejnë këtu. A, jeni emigrant në Itali, Po, edhe në Itali shkoj e këthejnë. Shkoj me 3 muaj. Edhe në Itali punon si fermer? Jo, unë jam punoj murator atje. Murator punoj atje. Ndërtim. Bashkimi tregon se mungesa e mbështetjes nga shteti, subvencionet e pakta dhe largimi i fëmijëve kanë bërë që shumë banorë të humbin interesin për bujqësinë dhe blegtorinë. Jena larguar ata këta kanë ngel. Vesh 10 kanë ngel, si na larguar. Trit që interesohen fare për bujqësi e blegtoria. As mbështetje nga qeveria s'ka askush janë. Në torrat e vetas s'ja dalin dot. Çfarë mbështetje doni juve për qeverisë? Po për qeverisë na subvencionuan dhe i sanë urë. Në i zamë në animume në epidorme. Paktën. Në Sopot, ashtu si në shumë zonat e tjera rurale të Tropojës, fermerët po shuhen bashkë me fshatin. Ata pak që kanë mbetur janë mbajtësit e fundit të një tradite shekullore që sot lufton për të mbijetuar mes braktisjes, varfërisë dhe harresës institucionale.